E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mollin ka marrë, në akşam me boj iftar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Të nderuar vëllezër besimtarë, falëndrimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut fuqiplot. Salavatet dhe selamet pejgamberit alayhis salatu wassalam, familjes së tij të ndershme dhe të pastër. Sonte në bazë të asaj që lexuam prej Kuranit famulart, mund të themi se vërtet për besimtarin do të jetë një kërkesë e jashtëzakonshme ose do të jetë një pritje e ndershme dhe respektshme nëse arrin të vinë në situatën ku Allahu fuqiplot din që besimtarët e tij në Kuranin famulart her pas herë të I lëvdoj për veprimet ose për ibadetet të cilat ata I bëjnë në emër të Allahut. Dhe një prej atyre ajeteve kuranore në të cilat Allahu fuqiplot pranon me miradin e tij më të ndershme dhe më të lartë veprimet e besimtarëve, është edhe ajeti kuranor që e lexova në fillim, ku Allahu fuqiplot thot radiallahu anhum, do të thonë Allahu është I kënaqur me ta, ai është I kënaqur me nivelin të cilin e ka arrit besimtari, wa radu an. Po gjithashtu edhe besimtari është I kënaqur me vetë pikpamjen ose me vetë afërsinë të cilën ose raportin që e krijon me krijuesin e vet, kaq të përafërt dhe kaq të sinqert sa I përket pikpamjeve të drejtuara lidhje me ibadetet që ai I kryen. Dhe duke u nis nga ky parim, ne themi se njësër veprimesh tona gjatë muajit të Ramazanit fitojnë në vlerë. Këtë e kemi përmend. Dhe ato fitojnë në vlerë jashtëzakonisht të madhe. Do të thonë, vlerën të cilën e fiton puna jon, fjala jon ose qëndrimi jon I denjë dhe I sinqert përpara Allahut dhe përpara besimtarëve gjatë këtij muaji të madhnueshëm është vetë fakti që pejgamberi alayhis salatu wassalam I ka dhënë të drejtën që një nafile ta shndrojnë në fars ose një fars ta shndrojnë në vlerën e 70 farzeve të cilat flasin për këtë deregje ose për këto vlera që mund të përfitohen gjatë këtij muaji të madhnueshëm të Ramazanit. Tjetri aspekt është transformimi të cilin ne si besimtarë arrijmë dhe e përfitojmë. Nuk është pak e arritur që muslimani me të vërtet në një farë mënyre gjunaheve të shpallje luftë. Nuk është pak kjo. Ose nuk është pak që muslimani përmes agjërimit të tij, përmes këtij ibadeti kaq të dashur tek Allahu xhaleshanuhu, sepse ai vetë thot në hadithin kudsi as-sawmu li wa ana ajzi bi. Do të thonë, agjërimi është vetëm për mua dhe unë për atë shpërblej në mënyrë të veçantë. Edhe ky hadith kudsi përmes të cilit Allahu xhaleshanu e xhelaluhu dëshiron të theksoj peshën që e ka ky ibadet, unë mendoj se besimtari atëherë merr realisht edhe lirisht mund të themi përfiton krah, flet me të cilat mund të fluturoj në largësitë edhe më të mëdha. E fiton një vetbesim të theksuar në drejtim të asaj se çka fitoj unë si musliman ose çka fitoj unë si agjërues në emër të Allahut fuqiplot në këtë drejtim. Sonte do e përmbyllim lidhje me mënyrën e pritjes së Ramazanit edhe lidhje me ibadetet më të pranuara ose më të preferuara që kërkohen prej muslimanëve gjatë këtij muaji. Dhe kur përmendim këtë çështje duhet të theksoj hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam në të cilin ai thoshte kështu: "Wal bayti alladhi yukra'u fihi al-Qur'anu", sa I përket atyre shtëpive në të cilat gjatë muajit të Ramazanit lexohet Kur'an.
Do të thënë, ka për qëllim leximin e Kuranit, ka për qëllim kontaktin e drejt për së drejti ose komunikimin dhe bisedën e drejt për së drejti të besimtarve me Allahun xhaleshanu ve xhelaluhu. Dhe ky komunikim arrihet përmes leximit të Kuranit famlar. Sa i përket mënyrave se si do të lexohet, unë nuk do të ndalem, a do ta lexosh në gjuhën arabe, a do e ndëgjosh për ndonjë lexuesi që e këndon atë në tipin e mukabeleve në xhami, ose sot kemi programe të ndryshme televizive ku pa ndërprer 24 orë ke mundësi të ndëgjosh Kur'an. Ai që ka vesh për të dëgjuar, ai që ka mundësi dhe që ka zemër të përgatitur që të i vehet në shërbim Allahut për gjysmore ose 40 minuta ose 1 orë, sado që të jetë ajo çështje. Ose në anën tjetër, mos harrojmë edhe sevapet e jashtëzakonshme që muslimani i fiton me të lexuarit vetë Kur'anin me përkthim. Sepse unë mendoj të lexuarit Kur'anin me përkthim në gjuhën shqipe ose në gjuhën të cilën njeriu e flet, unë mendoj se ju jep mundësi dhe i aftëson muslimanët që të fillojnë të mësohen të pyetin. Sepse çdo një ajet që do e lexoni, sigurisht do keni nevojë për sqarime dikush t'ju jep. Do e lexosh një ajet dhe do thuash, unë nuk e kuptova këtë drejt. Kjo që nuk e kuptu, spaku të kanë nxjerrë përpara 5 pyetje ose 2 pyetje të mundshme që mund t'ia parashtrosh një imami, një dietari, një hoxhe që e ke afër atij. Dhe besoni, Islami në këtë mënyrë është ngritur. Ato shkollat e para islame, ajo xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kishte këtë rol. Se cilin musliman ta aftësoj përmes shkrimit, përmes leximit, që ai vet ta lexoj fjalën e Allahut xhaleshanu, sepse këtu është kënaqësia e këtij libri. Dhe jo rastisht përmenda pejgamberi alayhis salam e çmon jashtëzakonisht kur thot shtëpiat në të cilat lexohet Kur'ani gjatë muajit të Ramazanit, yatesal ehlihi, Allahu fuqiplot i lartëson, i ngrit vlerën e banorëve të atyre shtëpive. Wa yukthiru khairihi, edhe i shton të mirat e tij për ata banor. Wa tahduruhu al-malaika, dhe ato shtëpi bëhen tavaf, sikur qabja që bëhet tavaf pa ndërprer 24 orë, ato shtëpi bëhen tavaf nga melekët pa ndërprer, vetëm për respekt edhe për hir të asaj që lexohet ose dëgjohet fjala e Allahut. Para mendojeni, shtëpinë ne nuk kemi mundësi ta shndrojmë në qabe, edhe ta bëjmë ne tavaf. Po, Allahu fuqiplot me urdhrin e tij, domethënë përmes melekëve të tij, na bën me dije se nëse ju jeni prej atyre që e lexoni, e dëgjoni dhe keni vesh për të afruar afër fjalës së Allahut, dijeni që ato shtëpitë e juaja pa ndërprer kanë vizitor, kanë misafir. Ka njerëz të cilët qarkullojnë rreth e përqark asaj, po ata kanë edhe një detyrë që shkruajnë çdo një veprim tuajin, çdo një fjalë dhe çdo një shkronjë tuajin në emër të Allahut që e bëni si të tillë për të respektuar muajin e madhnueshëm të Ramazanit. Wa tatrudu minhu ash-shayatin, edhe një mburoje fuqishme, thot Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu, për hir të leximit të Kuranit dhe banorëve të cilët e lexojnë apo e dëgjojnë Kuranin famlar, Allahu xhaleshanu i largon shejtanët prej atyre shtëpive. S'kan mundësi depërtimi. I keni parë ato mburojat kur i vendosni, as çeliku nuk e shpon atë. Edhe këto shtëpia bëhen me mburoj. Do të thënë, kanë një siguresë të jashtëzakonshme në drejtim të asaj se kush mund të depërtoj, kush mund të futet brenda tyre. Dhe kur ndalemi edhe të shikojmë për shembull gjitha këto mundësi, ne gati 3 ditë ose 4 ditë me radhë po flasëm dhe po diskutojmë për këto mirësi të agjërimit, e sigurisht që unë mendoj se ka një sër gjërash të panumërta brenda të cilave ne me lehtësinë më të madhe mund ta gjejmë veten në mesin e këtyre sevapeve të mëdha, në mesin e këtyre gradave ose vlerave të Allahut fuqiplot të përgatitura për besimtarët e tij. Të nderuar vëllezër besimtar, me siguri që si përmbyllje që unë kam zgjedhur lidhje me vlerat, ndoshta do mendojmë se kemi fol shumë, do të thonë 3 ditë ose 4 ditë kemi fol lidhje me vlerat e agjërimit, kemi numëruar një sër çështjesh
qëllimi të numëruarit dhe përpjekja për t'i kuptuar këto çështje ka qenë përqendruar tek i vetmi qëllim, që muslimani të jetë i pagjisur, besimtari vërtet në mënyrën më të përgatitur ta përgatis veten, në mënyrën më të gatshme ta pres këtë muaj të madhnueshëm të Ramazanit, duke menduar që mos i ikin mundësitë edhe rastet që Allahu fuqiplot na jep neve si besimtar dhe si respekt apo si vlera të jashtëzakonshme të përgatitura për agjëruesit e tij. Dhe në këtë drejtim do e përmendi si përmbyllje, do e përmendi një hadith të pejgamberit alayhis salatu wasalam, i cili hadith është hadith i vërtet, është prej haditheve sahih. Aty thot Muhamedi alayhis salatu wasalam, duke qenë brenda muajit të Ramazanit, një ditë po diskutonte dhe po bisedonte me shokët e tij, me ashabët e tij, dhe po ju tregonte një çështje sa i përket muajit të madhnueshëm të Ramazanit. Ju tha kështu: "Utiyat ummati fi shahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyan qabli." Umetit tim, popullit tim, do të thënë muslimanëve, për hir të muajit të Ramazanit, ju janë dhënë 5 gjëra, 5 vlera, 5 mundësi të jashtëzakonshme, të cilat vlera popujt tjerë përpara jush nuk i kanë patur. Edhe thot, fillon të i numroj, emma wahide, sa i përket të parës, thot, kur vjen dita e parë e Ramazanit, Allahu fuqiplot thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, yanzuru Allahu azza wa jalla ilayhim wa man nadhara Allahu ilayhim lam yu'adhibhu abada. Allahu fuqiplot thot, në ditën e parë, kur sheh agjëruesit e tij mënyrën e tyre të përgatitur për të flijuar, për të sakrifikuar, për të dhënë veten në shërbim të Allahut dhe të urdhrit të tij, ai thot e lëshon shikimin e tyre e tij si për besimtarëve që agjërojnë. Cilin do që Allahu e sheh me shikimin e tij, asnjëherë nuk e dënon më. Kështu është përmbyllja e pikës ose çështjes së parë që ka të bëjë me agjërimin. Wa amma thaniyatu, sa i përket të ditës thot, fa inna khulufa afdhahihim, me të vërtet aroma e agjëruesit, do të thënë aroma që del prej gojës së besimtarit. Aroma e agjërimit është tek Allahu më e dëshiruar se sa çdo një lloj parfumi, miske, çka do që të jetë. Për Allahun kjo është më e dashur, më e dëshiruar. Edhe sa i përket kësaj, ne ndoshta si raste kemi përmend edhe më përpara rastin e Musait alayhis salam. Pejgamberit Allahu xhaleshanuhu, kur ai kishte agjëruar 30 ditë dhe në ditën e 31 kishte Allahu fuqiplot e kishte thirrur për të bërë ca fjalë, për të bërë bisedë me të, ai atë ditë kishte prish agjërimin me qëllimin që mos i vijë erë e keqe prej, mos ketë në një aromë jo të përshtatur, sepse do flas me Allahun fuqiplot. Kur shkon atje Allahu xhaleshanuhu i thot, "Po mirë, pse e prish agjërimin?" Thot, "Po e kisha për qëllim ta pastroj gojën, kështu, domethënë ta kem." Kthe edhe një 10 ditë agjëro, mbasandej kur të vish këtu të bisedosh, të jesh i agjërueshëm, sepse ajo është aroma më e dëshiruar për mua. Për atë arsye, do të thonë, ai që se agjëron asnjëherë në jetë, s'ka mundësi ta dijete se çka do të thotë aroma e agjëruesit më e dashur te Allahu. Kjo është vlera dhe këto janë mundësi. Wa amma thalithatu, sa i përket të tretës thot, fa inna al-malaikata tastaghfiru lahum azza wa jalla. Sa i përket të tretës thot, Allahu fuqiplot vetëm për hir të agjërimit, melekët i urdhëron që ata të luten për besimtarët, për agjëruesit. Kjo e dini si i vjen. Për shembull, ne kur e mësojmë fëmijën tonë të ecje, edhe mundohen atë të ndihmojmë, që ai të kaloje, do të thonë të mësohet, ose kur mundohemi ta mësojmë ta vozitje makinën, edhe atëherë i tregojmë rregullat, mundohemi të jemi sa më pranë atij, ndonjëherë ja kapim edhe dorën tu i thonë se kështu duhet ta bësh, me qëllim për ta ndihmuar. Në këtë muaj, si duket melekët bëjnë luftë vetëm për të na shtyrë neve drejt xheneteve. Do të thonë, qëllimi i tyre është o besimtar, hec, do të thonë, të të jep përkrahje, të të përforcoj qëndrimin tënd në këtë që je duke respektuar urdhrin Allahu xhaleshanu. Kjo është ndihma që melekët mundohen ta realizojnë bashkërisht me ne. Do të thonë, ndonjëherë njeriu kur e sheh veten i lodhut, sot nuk mund ta falë iqindin ose s'në shkojnë në xhami, ai të jep atë gajretin, atë përkrahjen e duhur që besimtari mund ta vorrejë vetëm përmes agjërimit të muajit të madhnueshëm të Ramazanit.
Wa amma ar-rabi'a, sa i përket të katërs, thot fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu laha, Allahu fuqiplot thot gjatë muajit të madhnueshëm të Ramazanit pa ndërprer u përsërit dhe u bën refresh urdhrin e tij xhenneteve, duke ju thonë Ista'iddi wa tazayyani li ibadi, përgatituni dhe zbukurohuni sa më shumë dhe sa më mirë për agjëruesit e mi, të cilët do të vinë dhe të kalojnë rehatinë e tyre, shpirtrat e tyre të gjejnë atë momentin më të këndshëm dhe më të volitshëm përmes këtij urdhri të Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu. Kjo është një kërkesë permanente të cilën Allahu fuqiplot u përsërit dhe u rithekson edhe xheneteve sa i përket përgatitjes dhe zbukurimit që duhet bërë lidhje me shpërblimin e merituar të agjëruesve. Dhe sa i tek e pesta thot kështu: "Wa amma al-khamisatu fa inna idha kana akhiru lejletin ghufira Allahu lahum jami'a." E pesta thot është kur vjen nata e fundit ose dita e fundit e Ramazanit, Allahu fuqiplot thot u afalen të gjitha gabimet, të gjitha mëkatet besimtarëve të cilët kanë respektuar urdhrin e Allahut fuqiplot. Këto janë disa mundësi që përmenda, nëse ne do të ndaleshim të i radhitim të gjitha, s'ka mundësi të i mbajmë mend për një herë. Por përmenda, nëse jemi shumë të interesuar prej ka të fillojmë, atëherë është mirë të fillojmë prej asaj që të lexojmë Kur'an sa më shumë, të ndëgjojmë Kur'an sa më shumë. Të fillojmë prej asaj që të falim namaz me xhamat sa më shumë dhe sa kemi mundësi të falemi. Nëse jo me xhamat, në shtëpi të falim. Por pos kësaj, çka duhet bërë? Po duhet të jeni përgatitur dhe gjithmonë duhet të jeni i denjë se në shtëpitë tona kemi mysafir permanent. 24 orë ata mysafiri kemi pranë nesh. Edhe ato janë melekët e Allahut që luten, që i bëjnë tavaf shtëpitë tona, që na mbrojnë nga të ligat, nga të këqijat, nga fitnet dhe fesatet e shejtanit. Edhe këto janë disa mirësi. Po tjetër, ka edhe shumë çështje tjera tek të cilat muslimani mund të përqendrohet në drejtim të asaj se si duhet të arritur kënaqësinë. Krejt kjo për çka bëhet? Bëhet për të realizuar kuptimin e ajetit kuranor që e lexova në fillim. Aty thoshte Allahu xhaleshanuhu radiyallahu anhum, Allahu kur e sheh gjendjen e muslimanëve në këto situata, me këto përgatitje, me këto gatishmëri, ai thot Allahu është razi, është i kënaqur me ta, wa radu an. Por edhe besimtarët janë shumë të kënaqur nga ajo mundësi dhe nga ato momente që ju janë dhënë në shërbim atyre vetëm e vetëm për të arritur kënaqësinë e të quarit në vend urdhrin e Allahut fuqiplot në lidhje me këtë çështje. Këto ishin disa prej këtyre sqarimeve të cilat ndoshta ne i kemi zgjedhur dhe i kemi përzgjedhur në mesin e një sër gjërash dhe vlerash që mund të diskutohen lidhje me agjërimin, por gjithmonë qëndrojmë me shpresën që inshallah taala edhe me lutjen tek Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu, sepse pa hidajetin e tij, pa udhëzimin e tij, pa rahmetin e tij, s'ka mundësi njeriu ta shijojë këtë aromë, s'ka mundësi njeriu ta kap këtë moment të kënaqësisë që agjërimi e sjell për muslimanin. Për të thënë, fjala e fundit, duhet bërë çmos që agjërimi tek ne të sjell harmoni, të sjell mirëkuptim, të sjell qetësi shpirtërore në shtëpinë e çdo një muslimani. Që jeta e jon të jetë Ramazan e ahireti jon të jetë Bajram inshallah taala. Walillahil Fatiha.